Tronditje për fansat. Egli Tako bën njoftimin më të papritur në Instagram. Këngëtarja dhe ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania, Egli Tako, ka habitur ndjekësit e saj me një njoftim të papritur në rrjetet sociale. Përmes një postimi në Instagram, ajo bëri të ditur se kanali i fansave do të mbyllet për shkak të problemeve me pronësinë. Në mesazhin e saj të sinqert, Egli shprehu zhgënjimin dhe mirënjohjen për fansat që e kam mbështetur ndër vite. Zemrat e mia, dua t'ju lajmëroj se ky kanal nuk është në pronësinë time dhe mund të bëni un subscribe lirisht, pasi nuk do të ketë më asnjë aktivitet që lidhet me mua dhe emrin tim në vazhdim. Këngëtarja theksoi se do të hap një kanal të ri zyrtar, ku do të publikoj projektet e saj muzikore, duke premtuar se do të vazhdoj komunikimin me ndjekësit e saj besnik. Deri në hapjen e një kanali të ri mbi projektet e mia muzikore, po ju një përqafim të madh dhe ju dua shumë. Përfundoi ajo. Ky vendim tregon qartë se Egli ka zgjedhur të rindezë rrugtimin e saj artistik me kontroll të plot, ndërsa fansat e saj presin me padurim risitë që ajo pritet të sjellë në muzikë.